faj une! Ti vaj përgjegjësi për veprimet që ke bërë. Faj une që ke bërë këtu. Çuar në atë pikë. Oj psikopote, nuk jam unë faj që ti. O ti, nuk jam unë faj për sanë që të ka ndodhur psikopote. Nuk kom shti unë me vjell. E ke bë vetë se të kom thonë nalu. No. Tani e nxorra këtë video për një argument krejt tjetër. Tani ne kemi thënë, pa fund e kena thonë që Egli dhe Gjesti ka një marrëdhënie të caktuar. Gjesti, e kemi thënë dhe këtë që Gjesti nuk i ka asnjë borxh Eglit, nuk ja ka thënë gjitha, është mundu me nejt korrekte kështu me radhë, është ajo Egli që e ka trysnuar Gjestin gjatë kohës që ka ndonjë në shtëpi para se dilte. Mirë po, me thënë të drejtën, në këtë moment du ta shikoj nga një këndvështrim tjetër. Sido që t'jetë muhabeti, sido që t'jetë puna, ne kemi patë gjitha, nuk gënjejnë dot. Por t'i thush tjetrës psikopate, kam përshtypjen që është gabim nga ana e Gjestit. Është shumë gabim madje sepse që ta dish ti Gjest, psikopate është smundje. Dhe normalisht t'i thush tjetrës që je smur nga mend e kokës, nuk është e drejta jote ta bësh dhe nuk jeti mjek që ta përcaktosh. Dhe pra, po ta shikoj me dy anë të medaljes, këta të dy njëri tjetrin e dëmtojnë të dy njëri tjetrin. Ajo me mënyrën si sillet, me mënyrën se si ja kërkon që ai të justifikojë dhe të marrë përgjegjësi që se do, po edhe ky me mënyrën se si e refuzon dhe me mënyrën se si e ofendon atë vajzën. Kështu që kam përshtypjen që këta të dy kanë një marrëdhënie toksike me njëri tjetrin dhe nuk është as pak lojë, edhe nëse është lojë e shëmtuar dhe shpresoj që për të mirën e të dyve kjo gjë të marrë fund sa më shpejt.